Me vizitu edhe Kojshit. Faleminderit, ai Kojshia kur thirr duhet me shku me pi kafe. Veç ju me mor na përguj, ha? Unë s'ma na përguj. Pusho na mirë për shkon? Mirë. Një slogan e kishit mirë, ma mirë. Pse ma mirë? Po ma mirë është me PDK-n, me Bedri Hamzën kryeministër, me Po ju PDK-n. ma mirë slogani. Pse ky ka bu mirë? Kosova ma mirë, bëhet. E ky ka bu mirë? Jo. Po tani na mund ta interpretojmë si na përshtatet, por është ideja që Kosova është ma mirë me PDK. Nuk diskutohet e apo? Sepse ju e dini që ka qenë ma mirë në kohën kur ka qeverisë PDK. Është e vërtet. Nuk po thujmë na, flasin veprat. Po tani, qatë them, unë... Veç njësen që bëm përshtypje, i ndërum, gjdo njënën që penim fushat do të ndërtojmë Kosovën, do të ndërtojmë Kosovën, të mushet me që këta ndërtim të ari kam punu. Shiko, ajo ndërtimi është një kohë interesant tash për njerëzimin. Është një kohë kur e ka fjallën inteligenca artificiale, robotika, zavendësimi i njeriut në shumë fusha, kështu që kur flasim për bujqësinë, për shembull, na s'ka nevojë me lexu, po mund është me pa në YouTube se çfarë teknologjie punohet sot në bujqësi, dhe na kemi shumë pak toka bujqësore në Kosovë, sepse i kemi zonë me shtëpia. Me shtëpia, e vërtet, shumë e vërtet. Kështu që këto gabime janë të kushtueshme për qytetarë, për njerëzit. I ke po se do së ndoshë interesante që i ke dhona për intervista tjera. Ke thonë që PDK do dele pora, në është televizia vetë vendosje e treta, e dyta? Jo, unë e mendoj që PDK-ja do të dele para, televizia vetë vendosje mund tjetë e treta ose e dyta, ose di. Cila kështë po qef ti më kom? So pun qefi, po është pun angazhimi, pun sa arrin ato. Po unë kisha pas qef që vetë vendosje me pushu, dheri sa, në më thonë, mos me qenë qeveri. Po qka kështë pas me thonë për ato fjalimet e kryeministit Kurti, dhe ma unë një zonjë që ditë shumë? Shka, zëri, unë nuk e kam dëgju, se është e vërtet që nuk i ndëgjoj fjalimet e të tjerve, nuk i ndëgjoj as vete në herë kur flasë. Pa, do me ndëgju pak të alqe. Po mire, mund të ashoj. Hajde regjia nëse ko goti. Vetë vendosje! Vetë vendosje! Komisionerët e partijës tjetër, sepse ata janë ma shumë komisionerë, na kemi shumë pak komisionerë aty këto në komunë. Edhe ata ditë kur ti nxjerrin pikotijës kanë me këshirë. Po da, këtë për, po da. Bravo! Faleminderit shumë regjia. Apo të pëlqen? Po tani... I ka morë dhe më thonë prej... Nuk e di, a ju pëlqen qytetarë, gjithë s'ka është të mbarën sa janë bindu qytetarë. A le për të dëshiruar? Një farë zonit që deqëm. Zoni është... A keni post e hugja? Ju, kuvendi? Jo, zoni është kumbus për të amush menë në aty në Shqipëri. A është prej frikës që komi unë zhjede, a qka? Unë po mbezoj që prej frikës. Po sigurisht që ka është i brengosën, a do të fitoja, jo. Ose... është i brengosën, me qofë se humë, qëfar do bëj? A me ndoni që është i frikësum? Do të hapet peta e lakrorit të qeverisës së ti, a e ka hapë petën e lakrorit të qeverisës son dhe në gjithë atë përpjekje që me godit PDK-n, i godit njës të PDK-s për korupcion, për keqpërdorime, nuk ka gjithë kur gjo. Asë një njëri të shkojnë borg, alo? Asë një njëri nuk shkojnë borg? Jo, në borg është dashë me shku në qofë se ka pas keqpërdorime. Po ju dhe që ti për të me thonë? Sepse me bugjetin e shtetit nuk luhet. Nuk luhet. Ajo është bugjeti, qesja e popullit. Në qofë se ti e prejk atë, për interesa personali duhet me dhonë logari. E vërtet. Dhe i tash, unë s'kom pa një argument. Asë po besaj asë shiku si të. Në qofë se është të erujt, mas i del tash në opozit, me në hapë në i letë në parlament, është të të shgjohë. Pa për ka frikë, dhe me thonë edhe që ka fitu Donald Trump, presidenti i Amerikës, edhe Richard Grenell? Shiko, unë nuk jam mithtarja saj me e fut
lojën tonë politike, me u përmen Grenell, Trump, për atë partinë demokratike të Amerikës, janë çështjet të Amerikës, Amerika është shumë e madhe me folë na për... Po, çka mendoni për deklaratat e Richard Grenell që tha, kryeministri Richard Grenell tha, kryeministri Kurti ka pru marrëdhëniet Amerikë-Kosovë në pikën më të ulët. Po e kemi thonë edhe ne, nuk ka pas nevojë me thonë... Po, është ndryshe kur ta thë Tajsa, është njëri afërt i Trampit. Tani e ka thonë ambasadori Amerikës në Kosovë, e ka thonë ambasadori Amerikës në Beograd, e ka thonë departamenti i shtetit, dhe Amerika ka thonë vazhdimsi që kemi probleme me qeverin, por me